Të nderuar dëgjues, ju flasim nga stadiumi Skënderbeu i qytetit të Korçës, ku ka pak sekonda që ka filluar takimi mjaft interesant ndërmjet ekipit të Skënderbeut dhe Tiranës. E pra janë minutat e para dhe skuadra korçare është në përfshirje totale e shvërngullohen nga krau i djathtë, pastaj kanë ndërhyrë një nga mbrojtësit e Tiranës, e ka marrë topin, ja tash i kundër sulmit tyre, por frenohen në mënyrë mjaft të rregullt nga mbrojtësit korçarë, është Premçi i cili ka organizuar. Ja dhe Daniel Iço tash i çon një top ndaj Timrasicës, gjuajt e tia, për paksa skuadra korçare nuk kaloi në avantazh. Ka zëra që nuk plaken kur, zëra që edhe kur fiket radioja, vazhdojnë të dëgjohen në kujtes. Ka zëra që kthyen çdo ndeshje në histori dhe çdo histori në emocion. Sonte nuk jemi mbledhur këtu vetëm për të dhënë çmime. Jemi këtu për të ndezur një frekuencë të vjetër, atë të pasionit, të garës, të emocioneve që nuk mbarojnë së rahuri. Për vite me radhë, në fushat të baltosura, palestra të ftokta, stadiume plot zëra, ka pasur njerëz që nuk janë dorëzuar kur dhe kanë vrapuar jo vetëm pas sportit, por edhe pas momentit. Gazetar, radiokronist, fotograf, dëshmitar të heshtur të fitoreve dhe humbjeve, ata që na mësuan se sporti nuk është vetëm rezultat, por histori. Dhe kjo histori e Korçës në sport është përcjell edhe me mikrofon, edhe me aparat fotografik, edhe me fjalë që duken të thjeshta, por gjithmonë kanë mbartur me vete sakrifisa. Sonte i rikthejmë ato zëra, ato pamje, atë pasion. Sonte u themi faleminderit të gjithë atyre që e bën sportin të dëgjohej, të shihej dhe të mbahej mend. Mirë se erdhët në këtë mbrëmje, kur sporti i Korçës ka zë, ka sy dhe ka kujtes. Ky është momenti i vlerësimit të gazetarëve, radiokronistëve dhe fotografëve, një moment vlerësimi që për të gjithë mundin e tyre ata kanë sakrifikuar jashtëzakonisht shumë. I organizuar në kujdesin e kryetarit të Këshillit të Qarkut, zotit Petrika Tollkuçi. E ftojmë në skenë kryetarin e Këshillit të Qarkut Korç, zotin Petrika Tollkuçi, i cili është kujdesur për të sjellë këtë event të veçantë, për të nderuar kontributin e të gjithë atyre që kanë bërë që historia e sportit korçar të mbetej kujtes ndër vite. Mirë se erdhët, zoti Tollkuçi. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit për prezencën tuaj. Të nderuar, të ftuar, të dashur miq të sportit korçar, familjar dhe bashkëudhëtar të kësaj historie. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për një ceremoni. Jemi mbledhur për të ndalur kohën për pak çaste, për të kthyer pas dhe për të parë se kush e ka mbajtur gjallë kujdesën sportive të këtij qyteti dhe të këtij qarku. Kur stadiumet boshatiseshin, kur dritat fikeshin dhe brorujtjet shoheshin, ju ishit ende aty, me bllok shënimesh, me aparat fotografik, me mikrofon në dorë, duke mos ndjekur thjesht rezultate, por duke kapur emocione, histori njerëzore, momente që sot janë pasuri e përbashkët. Ju nuk keni qenë spektator, keni qenë dëshmimtar aktiv të historisë. Në një kohë pa teknologji të avancuar, pa arkiva digjitale, pa lehtësi moderne, ju ndërtuat arkivin më të fortë, atë të përkushtimit dhe të pasionit. Dhe pikërisht për këtë arsye, puna juaj sot ka më shumë vlerë se kur. Pas çdo gazetari, kronisti apo fotografi ka pasur gjithmonë një familje që ka pritur, ka kuptuar mungesat,
ka duruar orare të gjata dhe ka ndarë sakrificat. Sot, nderimi është për ta. Ky event nuk është vetëm për të kaluarën, është edhe për të ardhmen. Është një mesazh për të rinjt që suksesi nuk ndërtohet vetëm me klikime dhe shikueshmëri, por me etik, këmbëngulje dhe dashuri për atë që bën. Në emër të Këshillit të Qarkut, sot ju themi jo thjesht faleminderit, por respekt. Respekt për atë që keni ndërtuar, për atë që keni ruajtur dhe për gjurmën që keni lënë në historinë sportive të këtij territori. Ju uroj një mbrëmje të denjë për punën tuaj, një mbrëmje me kujtime, emocione dhe krenari. Faleminderit gjithëve. Faleminderit zoti Tollkuçi dhe të ftojmë që ndrosh me ne, sepse do të nisim maratonën e vlerësimit të gjitha atyre personaliteteve që kanë dhënë një kontribut të paçmuar që historia e sportit korçar të mbetet e gjallë ndër vite. E nisim këtë mbrëmje me Petrit Spaho. Është një nga emrat që nuk shkruhen vetëm në faqe gazetash, por edhe në kujtesën sportive të Korçës. Për dekada me radhë, fjala e tij ka udhëtuar në tribunat e faqeve të sportit popullor, aty ku Skënderbeu nuk ishte thjesht rezultat, por histori. Me qindra shkrimet të tij kanë ruajtur zërin e fitoreve, heshtjen e humbjeve dhe frymën e një qyteti që jeton me sportin, duke i kthyer gazetarinë në një dëshmi të kohës. Do të nderojmë sot me certifikat për kushtimi, me motivacionin, për kontribut të veçantë, të spikatur ndër vite, në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive në qarkun e Korçës, zotin Petrit Spaho, gazetari i parë sportiv pas vdekjes. Do të ftojmë tani në sken djalin e Petrit Spahos, zotin Arben Spaho, për të tërhequr vlerësimin. Mirë se keni ardhur. Është kryetari i Këshillit të Qarkut, zoti Petrika Tollkuçi, i cili dorëzon vlerësimin e parë për Petrit Spahon, gazetari i parë sportiv pas vdekjes. Ndërkohë që bëjmë edhe foton e rastit për ta mbulosur në memorje këtë moment. Zoti Arben, fjala për ju. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve. Ndesha të falenderoj në radhë parë organizatorët dhe iniciatorët e këtij aktiviteti për vlerësimin e punës të gazetarëve që kanë dhënë kontributin e tyre ndër vite. Është një ceremoni që duhet ishte për disa vite përpara, megjithatë asnjëherë nuk është vonë. Edhe një herë faleminderit të gjithëve për iniciativën dhe për vlerësimin që i bëhet babait tonë për kontributin e tij në fushën e gazetarisë sportive. Faleminderit. Zotë Tollkuçi, ju lutem mos u largoni, sepse është momenti të nderojmë një tjetër personazh që i ka dhënë shumë sportit korçar. Bëhet fjalë për Niko Burda, fotograf. Niko Burda ishte syri që i dha formë kujtesës sportive të Korçës. Me aparatin gjithmonë gati, ai fiksoi momentet më të mëdha të Skënderbeut në të gjitha disiplinat sportive. Jeta e tij u nda mes pallatit të sportit dhe stadiumit, aty ku sportistët korçar nuk ishin thjesht figura në lëvizje, por histori që meritonin të ruheshin. Fotografitë e Niko Burdës mbeten dëshmi autentike, jo vetëm e historisë sportive, por edhe e jetës qytetare të Korçës. Do të ftojmë bashkëshorten e Niko Burdës për të tërhequr çmimin e rastit, ndërkohë që do ta nderojmë me certifikat për kushtimi me motivacionin për kontribut të veçantë të spikatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive në qarkun e Korçës. Zoja Lindita Burda është ajo që do të tërheqë çmimin e rastit për bashkëshortin e saj, që ka fotografuar çdo moment suksesi në sportin korçar dhe jo vetëm. Ju
ftojmë për fjalën e rastit. E bindur që keni shumë kujtime për të ndarë. Mirëmbrëma të gjithëve. Kënaqësi, emocion, pse jo dhe krenari. Dua një falënderim zemre dhe një mirënjohje të thellë t'i bëj kryetarit të Këshillit të Qarkut personalisht zotit Petrika Tollkuçi, stafit gjithashtu, që me këto mbrëmje dhe me këto evente mundohen të sjellin dhe të risjellin në kujtesën e qytetarëve korçarë figura njerëzish të thjeshtë që me përkushtim, devotshmëri dhe profesionalizëm nuk janë kursyer asnjëherë për t'i shërbyer qytetarisë korçare, sportit korçar në rastin konkret. Ju falemnderit nga zemra. Faleminderit juve. Vasil Dishnica është një nga emrat më të njohur të radiofonisë korçare dhe asaj shqiptare. Dëshmitari i sinjalit të parë radiofonik të Radio Korçës, ai ja ka kushtuar të gjithë jetën valve të kësaj radioje. Në këtë mbrëmje kujtojmë kontributin e tij në emisionin Nga njëra ndeshje në tjetrën, ku Dishnica ishte njeriu që siguronte me përpikmëri funksionimin e linjave telefonike, nga post telegraf telefoni e deri tek stadiumi Skënderbeu i Korçës, duke bërë të mundur që zëri i sportit të pasqyrohej pa asnjë problem. Do të ftojmë për të tërhequr vlerësimin djalin e zotit Vasil Dishnica, Gjergji Dishnica, duke nderuar sot me certifikat për kushtimi me motivacionin, për kontribut të veçantë të spikatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive në qarkun e Korçës, dhe ftojmë gjithashtu kryetarin e Bashkisë së Korçës, zotin Sotiraj Shfilo, për të dorëzuar vlerësimin. Mirë se erdhët. Të gjitha këto momente janë shumë emocionuese dhe duhet të memorizohen me foto. Ju ftojmë për fjalën e rastit. Ju falenderojmë të gjithë. Është një rast shumë i bukur, është një emocion i veçantë, është dhe gjithashtu një nder i tillë. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit juve. Zoti Filo. Mirëpërshëndetje, mirëmbrëma të gjithëve, po them edhe unë dy fjalë. Është një kënaqësi e veçantë të jem sot në këtë event kaq të veçantë, dedikuar vlerësimit të një grupi të veçantë të gazetarëve që janë gazetarët sportiv, fotoreporterët edhe radiokronistët. Unë kam një vlerësim të veçantë në fakt për profesionin e gazetarit, për misionin që ata kanë për përcjelljen e ngjarjes të realitetit tek banorët, tek komunitetet, ndërkohë që gazetarët sportiv kanë një specifik të caktuar pasi përcjellin emocionet të ngjarjeve dhe të aktiviteteve sportive. Ne jemi një qytet që njihemi për dashurinë për sportin, për emocionet me të cilat i ndjekim aktivitete sportive, qoftë kur jemi prezent në fushat edhe në pallatet e sportit për të ndjekur ekipin ton të zemrës, Skënderbeun, për rastin e qytetit Korçës edhe të Bashkisë të Korçës, por edhe kur i ndjekim në distancë, kur nuk kemi mundësi të jemi prezent fizikisht. Dhe në këto momente kuptojmë se sa i veçantë është profesioni i gazetarit apo i radiokronistit, gazetari sportiv i cili arrin të përcjell emocionin në një ndeshje të cilën ti e dëgjon në radio dhe thjesht përmes zërit edhe pasionit të këtyre gazetarëve arrin të imagjinosh edhe të përfiturosh edhe të futesh në botën reale të këtij aktiviteti sportiv. Një profesion i jashtëzakonshëm, edhe në ngjallën emocione dhe kujtime të viteve të fëmijërisë edhe të rinisë edhe momentet e çelës të aktivitetit me zërin e gazetarit, mos gaboj tani Ismet Bellova mu dëgjua nga zëri, po janë figura personalitetet të gazetarisë sportive që kanë lënë gjurmët të pashlyera dhe patjetër që meritojnë të vlerësohen dhe dëshiroj ta përgëzoj Këshillin e Qarkut për këtë iniciativë kaq të veçantë dhe shpresoj që kjo traditë të përcillet në breza edhe nga gazetarët sportiv më të rinj në moshë që duhet të
të ndjekin rrugën e atyre që e kanë shkruar këtë histori të shkëlqyer të gazetarisë sportive. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti Filo. Një tjetër emër që do të vlerësohet në mbrëmjen e sotme është Edmond Zesho. Është një tjetër emër i rëndësishëm i historisë së Radio Korçës. Teknik i palodhur. Ai ka mbajtur gjallë për vite me radhë aparaturat e këtij institucioni, ndërsa njëkohësisht ka drejtuar rrjetin e 36 përsëritësve televiziv në të gjithë qarkun e Korçës. Pas daljes në pension të Vasil Dishnicës, ishte Edmond Zesho, ai që kujdes për linjat e transmetimit të ndeshjeve të futbollit të Skënderbeut, duke qëndruar gjithmonë larg dritës së skenës, por në qendër të profesionalizmit. Do të jetë vajza e zotit Zesho ajo që do të tërheqë çmimin, zonja Anjeza Vila, ndërkohë që ftojmë edhe nënkryetaren e bashkisë Pogradec, Entela Gusho, për të dhënë vlerësimin e rastit nga Këshilli i Qarkut. Se keni ardhur. Nderojmë në këtë mbrëmje me certifikat për kushtimi, me motivacionin për kontribut të veçantë të spikatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive në qarkun e Korçës, zotin Edmond Zesho, teknik i radios pas vdekjes. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, i nderuar kryetari i Këshillit të Qarkut dhe të gjithë organizatorët e kësaj mbrëmjeje. Më lejoni t'ju them që kam emocione dhe unë ngjita këtu në skenë. Nuk e di nëse babai im po të ishte gjallë do të ishte ngjitur apo jo, për shkak të modestisë, si vlera kryesore që ka pasur gjatë gjithë jetës dhe që ka transmetuar tek unë e kam transmetuar tek fëmijët e mi dhe jo vetëm atë, por korrektësinë në punë, përgjegjshmërinë në punë, profesionalizmin, pasionin me cilin ka punuar për 40 vjet, duke e kushtuar jetën e tij personale dhe profesionale këtij komuniteti në mënyrë të heshtur, prapa skenave, në mënyrë që të gjithë banorët e qarkut të Korçës të mund të arrinin të kapnin sinjalin e atij televizionit të vetëm që ekzistonte në atë kohë. Ky falënderim shkon për babain tim. Unë jam sot produkt i tij dhe i nënës time. Kjo që jam sot. Por falënderimi më i madh shkon për këta organizator që kanë menduar për këta njerëz të thjeshtë, sepse sporti është ajo që duket, është e dukshme. Fitoria, humbja, është e prekshme. Ndërsa ata njerëz që bëjnë të mundur transmetimin e këtyre emocioneve tek të gjithë, janë ata që nuk duken, por do t'ju thoja të gjitha atyre të rinjve, një pjesë të mirë që kaluan këtu para meje janë studentët e mi në auditorët e universitetit, në qoftë se duan të jenë njerëz të pasur në të kohën e sotme, ku njerëzit konkurojnë nëpërmjet fasadave në mënyrë virtuale, do t'ju thoja të shtrëngojnë fort vlerat njerëzore. Janë të vetmet që ju bëjnë të pasur. Faleminderit shumë. Faleminderit zonja Vila. Zonja Gusho, fjala është për ju. Mirëmbrëma, faleminderit që isha pjesë e kësaj mbrëmje kaq me emocion. Mund të them që ishte një vlerësim i merituar për këta gazetar, reporter, për këta kronist, të cilët dikur mblidheshim rreth radios dhe dëgjonim interpretimin dhe ishim pjesë e ndeshjes dhe imagjinatës të tyre. Por po të mos ishin këta fotoreporter, ne nuk do të kishim ato foto dhe një arkiv kaq të pasur me emocionet dhe ndjenjat më të bukura, jo vetëm për sportistët, për ato foto aq të bukura të tifozëve, të cilët kishin aq emocion në ndeshjet e tyre. Ju falenderoj zoti kryetar, zotin Petrika, për këtë mbrëmje kaq me vlerë. E meritonin këta njerëz të eshtur, këta njerëz të cilën ishin mbrapa skenave, mbrapa projektorëve, por ja sot dolën përsëri në skenë. Ju falenderoj për organizimin dhe sukses. Faleminderit zonja Gusho. Guri Koti ishte një fotograf i heshtur, por punë madh i qytetit të Korçës. Puna e tij në byron teknike të trikotazhit nuk e pengoi që aparatin ta kthente drejt artit dhe sportit.
duke fiksuar jo vetëm fotografi dhe vlerat larta artistike, por edhe momente sportive të ekipeve korçare në elitën e sporteve shqiptare. Përmes objektivit të tij, Koti dokumentoi sportin, jetën e përditshme, njerëzit dhe peizazhet e qytetit, duke lënë pas një pasuri të rrallë kulturore. Për të tërhequr vlerësimin, do të ftojmë tani në skenë mbesën e zotit Guri Koti, Katerina Ligori. Dhe për të dhënë këtë vlerësim, do të ftojmë në skenë kryetarin e Bashkisë Kolonjë, zotin Erioni Sani. Mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur. Certifikat për kushtimi me motivacionin për kontributin e veçantë të spikatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive të Qarkut Korçës. I dorëzohet sot Guri Kotit pas vdekjes dhe është mbesa e tij që e tërheq këtë vlerësim kaq të rëndësishëm. Nuk ka fjalë për të thënë për këtë aktivitet, sepse e thanë dhe parapolësit. Unë i falenderoj që të gjithë organizatorët për këtë punë të mrekullueshme që kanë bërë, duke i kujtuar këta që kanë ikur dhe kanë lënë pas mbresa dhe kujtime të viteve të tyre që mbase duheshin kujtuar dhe më përpara. Flas për Gurin si Xhaxha sepse ai ka një arshif shumë të pasur të kombinatit të trikotazhit dhe shumë foto të Korçës, të specialistëve të sportit po edhe të fushave tjera. Unë uroj që aktivitetet tilla të ketë dhe të kujtohen edhe specialistët të tjerë që mbase në një dhe e sharuar, të jenë në vazhdimësi, të kujtohen dhe të marrë mësim brezi i ri, që të trashëgojë këtë punë të mirë dhe vlerë që kanë këta që nuk janë më. Faleminderit zonja Katerina. Zoti Saj, është fjala për ju, megjithëse Gramozi është një skuadër e vogël dhe Bashkia e Kolonjës ndoshta me pamundësi ekonomike të ndaja, por keni dhënë një mbështetje shumë të madhe për futbollin dhe jo vetëm. Zonja po më thoshte që kam rënë në Kolonjë, kush korçar nuk ka. Edhe kryetarin e kemi dhëndër, kështu që mu bë vërtet qefi që keni rënë në Kolonjë. Shumë aktiviteti bukur, unë personalisht me futbollin nuk kam shumë lidhje, në jetë kam luajtur vetëm njërë fëmijë dhe atë ditë që luajta njërë theva dorën në 2 vende. Por ajo që do doja të lidhja në një fjali shumë të shkurtër në këtë aktivitet që Petrika e ka qarë është vlerësimi i njerëzve të cilën të vështirën e janë bërë kaq të bukur. Po ta shohim duke parë figurat, fotot, mënyrën se si na kanë servirur punën e tyre teknikët, komentatorët në një kohë shumë të vështirë. Kushtet teknologjike që s'janë ato që janë sot, që mundësia nuk ka qenë ajo që është sot, po ekonomia, jeta, virtualiteti, emocioni e gjitha me radhë. Dhe teksa po i shikoja, kuptoj që sa të lehta i kemi gjërat sot për t'i arritur, bërë dhe realizuar. Kështu që unë do doja që ta mbyll fjalën time me një duar trokitje për gjitha figura që pam dhe do vijojnë, që e kanë bërë kaq të bukur dhe kaq me emocion dhe imagjinat të vështirën për ne. Faleminderit. Faleminderit zoti Saj. Ky ka qenë edhe qëllimi i kësaj mbrëmje në fakt, për të nderuar ata njerëz që kanë dhënë kontributin e tyre të paçmuar edhe në kushte të vështira, sepse sot të bësh gazetari, po edhe atë gazetarin sportive është shumë e thjeshtë, por dikur nuk ka qenë kështu. Thanas Gjata është një tjetër personalitet që do të nderojmë ditën e sotme. Nuk ishte vetëm trajneri moshave të futbollit Devolli, por edhe një nga zërat e njohur të emisionit nga njëra ndeshje në tjetrën. Mikrofoni ishte po aq pjesë e rrugtimit të tij, sa fusha e blert, ndërsa një jetë e tërë në shërbim të sportit dhe të të rinjve, e ktheu kontributin e tij në një trashëgimi të çmuar, personale dhe njerëzore. Do të ftojnë zonjën Julieta Gjata, bashkëshorten e zotit Thanas Gjata, për të tërhequr këtë certifikat për kushtimin, dhe njëkohësisht kryetarin e Bashkisë Devoll, zotin Eduard Duro, për të dhënë vlerësimin e rastit. Mirë se keni ardhur.
fjalla për ju, zonja Gjata. Ju falenderoj nga zemra për vlerësimin që keni bërë për bashkëshortin tim. Ky çmim nuk është vetëm vlerësim, por është edhe përkushtim. Për bashkëshortin tim është përkushtim, pasion dhe dashuri për sportin. Jam shumë mirënjohëse për këtë punën e tij që kujtohet dhe vlerësohet. Faleminderit. Faleminderit juve. Zoti Duro, fjala është për ju në mbrëmjen e sotme. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë kur flasim për Thanasin, nuk flasim thjesht për telekronistin apo komentatorin e ndeshjeve të Devollit, por dhe për trajnerin e moshave, për prindin e përkushtuar dhe njeriun e thjeshtë. Dhe për këtë unë jam krenar që dash çmimin për Thanasin, ndoshta pas deksa ai meritonte shumë më shumë kur ai vazhdonte aktivitetin e tij sportiv, pavarësisht se nuk ka shumë kohë që është larguar nga jeta. Faleminderit. Faleminderit zoti Duro. Janë kontribute të paçmuara që çdo kush nga personat që janë vlerësuar sot nga Këshilli i Qarkut përmes këtij aktiviteti kanë dhënë, por edhe ata që do të vlerësohen në vijim. Bëhet fjalë për Dimitraj Belovodën, i cili është një tjetër emër i njohur i fotografisë korçare. Me një aktivitet të pasur imazhesh artistike të fiksuara në 4 stinët e qytetit. Krahas tyre, aparati i tij ka ruajtur edhe momente sportive aq shumë të rëndësishme për të dokumentuar sportin ndër vite. Sa në Pallatin e Sportit Tamara Nikola, atko 24 tetori, aq edhe në stadiumin Skënderbeu, Dimitraj Belovoda ka qenë gjithmonë i pranishëm dhe ka fiksuar momentet më të rëndësishme të sportit korçar. Për të tërhequr vlerësimin në mbrëmjen e sotme, do të ftojmë djalin e zotit Dimitraj Belovoda, Sotir Belovoda, për të marrë vlerësimin dhe këtë vlerësim e jep kryetari i Bashkisë Pustec, zoti Pali Kolevski. Do të nderohet sot Dimitraj Belovoda me certifikat për kushtimi me motivacionin, për kontribut të veçantë të spikatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive të Qarkut të Korçës. Ju faleminderit shumë për respektin që i bët figurës babait tim. Falenderoj kryetarin e Qarkut, falenderoj gjithë organizatorët, falenderoj gjithë pjesëmarrësit në emër të familjes. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Përshëndetje gjithë pranishme, patjetër kjo është e pakta që ne brezi sot mund të bërë për gjithë këta që kanë kontribuar, që kanë gdhendur me fotografitë e tyre, me aparatet e tyre mbrapa mikrofonit, që sot këta brezi ju ose brezi i ardhshëm, të mbaj mend sa do pak nga historia e sportit korçar. Kanë qenë këta që sollën gjithë këtë histori edhe përfaqësimin e gjithë Qarkut në sportit korçar ndër vite. Faleminderit, edhe vërtet është me meritojnë një respekt të veçantë. Faleminderit zoti Kolevski. Dimitër Pine, i njohur për korçarët si Miti Kecka, është padyshim fotografi më popullor në qytetin më të madh të juglindjes së vendit. Ai nuk kërkonte pompozitet për të bërë një fotografi. Aparati i tij kapte njerëzit në çdo cast, në çdo cep të qytetit, aq sa përmes fotografive të tij, Miti Kecka jam e bindur që ka hyrë në çdo familje korçare. Krahas jetës së përditshme, Dimitër Pine ka fiksuar edhe momente sportive të shumta dhe pikërisht për këtë, Këshilli i Qarkut ka vendosur që ta vlerësoj në këtë mbrëmje. Do të ftojmë zonjën Mariana Pine, nusja e djalit të Dimitër Pine për të tërhequr vlerësimin e dhënë nga Këshilli i Qarkut dhe ftojmë drejtoren e Qendrës së Artit dhe Kulturës në Bashkinë e Korçës, zonjën Zamira Kita, për të dhënë certifikatën e përkushtimit për zotin Pina. Nderojmë sot me certifikat për kushtimi, me motivacionin, për kontribut të veçantë të spikatur ndër vite, në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive në Qarkun e Korçës,
zotin Dimitër Pine, pas vdekjes. Fjala është për ju. Emocionet janë shumë të forta në mbrëmjen e sotme, pavarësisht se të gjithë ata që po tërheqin certifikatat e vlerësimit kanë thënë faleminderit për organizatorët, por është nderi jonë që t'i kemi në këtë vlerësim në mbrëmjen e sotme dhe t'ju themi ne faleminderit. Zonja dhe zotrinj, mirë mbrëma. Një falenderim për grupin që organizoi këtë mbrëmje përkujtimore për të dashurit tanë. Fotograf është zanat i vështirë. Gjithë ditën jashtë, në shi, në dëborë, në diell anë erë, me aparat në dorë, i palodhur, gjithnjë në kërkim të qastit. Cep më cep ka shkuar, asnjë vend pa prekur nuk ka lënë. Atje ku qytetari e thëriste, atje ishte gati për të fiksuar jetën. Fotografit i bente me zemër e durim, me mund e përkushtim të rrallë. Burra gra të urtë e të mirë, me edukatë dhe respekt për secilin. S'ka shtëpi pa një fotografi të tyre, të ruajtur me kujdes dhe nostalgji. Kujtime që flasin pa fjalë. Për kohë, njerëz dhe histori. Punë e vështirë i priste në dhomën e erët, mes kimikapesh e drita të zbeta. Fotot i lante me përpjekje të mëdha, që kujtimi të mbetej i pastër dhe i gjallë. Sot nuk janë mes nesh, por në trashëgime, vlera dhe dignitet. Qytetarë të mirë i kujtojnë me madh për punën e ndershme dhe artin e vërtet. Faleminderit. Janë emocionet të papërshkrueshme dhe sigurisht që ngarkesa emocionale është aq e madhe, sidomos jo vetëm për organizatorët, për ne që jemi këtu, por edhe për familjarët e të ndjerëve që po vlerësohen me certifikata për kushtimi nga ana e Këshillit të Qarkut Korç. Zonja Kita, fjala për ju. Doja të ndalesha tek emocionet që zonja përcolli dhe ne të gjithë i kemi në gryk, po gëlltitemi disa herë. Unë jam shumë e kënaqur që sot Petrika më ftoi në këtë mbrëmje, më shtove emocionet sepse pash shumë figura me të cilët kam punuar tek radio dhe televizioni Korçës, emra që sot nuk jetojnë, por që unë kam punuar shumë vite me ta dhe sot më erdhën të gjitha kujtimet e punës që kam bërë me këto figura, personalitete që sot po nderohen. Mësuam edhe emrin sot të Dimitër Pines, kështu e kishte, sepse nuk ja kisha ditur deri më sot, ndoshta edhe të tjerë se kanë ditur, po ja ku e mësuam, ne gjithmonë e kemi vlerësuar si figurë. Disa nga fotografët më kanë bërë foto kur kam qenë gjimnaziste. Guri Koti më ka bërë shumë foto dhe i kam edhe unë në shtëpi, por edhe Guri i ka në arkivën e vet. Kështu që jam shumë e kënaqur që jam pjesë e këtij vlerësimi sot. Korça jon, jo vetëm bashkia, po i gjithë qarku nuk haron. Ditë kujtoj. Faleminderit. Faleminderit zonja Kita. Shumë emocione, shumë nostalgji në mbrëmjen e sotme. Do duheshin ndoshta net të gjata dimri për të folur për këto personalitete që ndoshta ashtu të heshtur kanë bërë punën e tyre pa lodhur, por që kanë lënë një histori të paçmuar. Ndërkohë që kjo mbrëmje do t'i lërë pak hapësirë edhe muzikës për të çlodhur, edhe për të qetësuar pak nga nostalgjia dhe nga emocionet. Do të ftojmë tani në skenë këngëtarin e mirënjohur, korçar, që na ka bërë krenar në çdo skenë ku është ngjitur. Bledi Polena, që është rritur nga kjo skenë dhe na ka nderuar kudo ku ka shkuar. Do të sjell dy këngë shumë të njohura për publikun korçar, Rjedh në këngë e ligjërime dhe Jemi të pandar. E ndjekim. Mirëmbrëma të gjithëve. Është një kënaqësi e veçantë jem sonte këtu në këtë mbrëmje mes jush, në këtë mbrëmje kaq të bukur, ku festojmë për sportin, për disiplinën dhe për pasionin. Faleminderit. Dhe burimi këmbët lugjeve mi përcjell. Fort po ngro ky diell
edhe trimat në përmend mi sjell, mi përgdhe nga ky diell i kohës sime, shtrisje shekujt në ime, dhe na gati shqiptarit zjarr. Flagëron, ku ka si ti, o Shqipëria ime, o fisnikja për figur, rjet në kënd e ligjërime, pa në larta me flamur. Ku ka si ti, o Shqipëria ime, o fisnikja për figur, rjet në kënd e ligjërime, pa larta me flamur. Fort po pjen ajtel dhe la huta tikujt mi shon lart i përsjell. Fort po pjen ajtel edhe trimat në përmend mi sjell, po mi sjell. Nga ky diell i kohës sime flasin shekujt në hakime, edhe krisma e shqiptarit zjarr. Flagëron, kur ka si ti, o Shqipëria ime, o fisnikja për figur, rjet në kënd e ligjërime, pa në larta me flamur. Ku ka si ti, o Shqipëria ime, o fisnikja për figur, rjet në kënd e ligjërime, pa në larta me flamur. O Shqipëria ime, o fisnikja për figur, rjet në kënd e ligjërime, pa në larta me flamur. Faleminderit, Silvia, faleminderit. Pas këtij momenti muzikor që na solli kaq shumë emocione nga Bledi Polena, do të vjoj me vlerësimet, duke nderuar kontributin dhe përkushtimin të gjithë atyre që kanë lënë gjurmë në dokumentimin e historisë sportive në qarkun e Korçës. Përpara se të nisim këtë maratonën, pjesën tjetër të mbrëmjes së sotme, do duhet të bëjmë disa falenderime. I pari shkon për RTS Korça, për mbulimin mediatik të kësaj mbrëmje të veçantë që është duke u zhvilluar në Teatrin e Korçës Andon Zako Çajupi, por edhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm për të gjitha eventet, ngjarjet që organizon Këshilli i Qarkut Korç. Gjithashtu duam të falenderojmë dhe Qendrën e Artit dhe Kulturës me drejtoren Zamira Kita për mundësinë që jep gjithmonë eventeve të veçanta që zhvillohen në qytetin e Korçës. Gjithashtu më lejoni që të falenderoj edhe Sallon Bukurie Monda, që është kujdesur për pamjen time sot. Parukeri dhe stil profesional.
madje edhe me një shërbim të ri, fustane me qera për çdo event. E gjeni shumë thjesht tek lagja 10, tek francezët, pranë kolegjit Preka me një destinacion të ri. Faleminderit Parukeri Estetik Monda. Ti Lazi, ke ndonjë falënderim? Jo, Okej. për momentin jo, po i kursej, pas kësi momenti falënderimesh, vazhdojmë me emocionet e forta. I vlerësuar i radhës nga Këshilli i Qarkut Korç është Tonin Froku. Ai e nisi rrugëtimin e tij në gazetari në vitin 1979, në atë kohë në Radio Shkodra dhe në gazetat lokale dhe qendrore. Në vitin 1984 u vendos në Korç, ku u bë autor i 2 emisioneve radiofonike sportive në Radio Korça dhe më pas autor i emisionit Studio Sport në RTS Korça. Gjatë 46 viteve të gazetarisë sportive, ai ka bashkëpunuar me shtypjen e shkruar kombëtar me gazetën Sport Express, ndërsa aktualisht vijon profesionin e tij tek televizioni Vision Plus dhe televizioni Sot 7. Ftojmë në sken gazetarin Tonin Froku dhe për ta dhënë këtë çmim do të ftojmë kryetarin e Bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu. Nderohet sot nga Këshilli i Qarkut Korç me certifikat për kushtimi me motivacionin për kontribut të veçantë të spikatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive të Qarkut të Korçës, Tonin Froku. Tonin, 46 vite nuk janë pak, ke shumë për të folur. Fjala është për ty. Çfarë emocionit. Ju falenderoj të gjithëve. 46 vite në gazetari kryesisht sportive, 42 vite i kam në qytetin e Korçës, ku ndihem shumë mirë. Por këto emocione si i kisha përjetuar asnjëherë. Ajo çfarë dua të them është se unë i përkas 2 brezave të gazetarisë në kohë. Brezit të Petrit Spaos, Niko Burdës, Bellovodës, Miti Keckës, Gurikotit, me vonë të miqve të mi të mirë, Leonard Trebicka, Romeo Zinzifi, Lazi Saro, për të ardhur tek të tjerët akoma me të rinj që i kanë sallë. Por e periudha jonë, gazetarisi ishte vështirë edhe sepse teknologjia nuk ekzistonte, ne nuk njihnim teknologji. Ne nuk kishim makina shkrimit. Ne kishim një blok shënimesh apo fletore me kuadratën, që ose ju kujtohen. Ne kishim telefona kështu, alo, deda. Sot është me thjesht, por ka qenë vështirë për ne të rrinim me orë të tëra në Pallat Sportit e në stadiumin Skënderbeu, në aneksin e këtij stadiumit për të sjellë mallështinë atletikës korçare më në krye Pavlina Evron, Donika Anxharën, Anila Mekshin e Piero Kasatin e jashtëzakonshëm. Për të sjellë basketbollin e femrave, me Zamira Kolecin e Lida Shehun, por dhe të tjera, për të sjellë volejbollin e meshkujve të Skënderbeut, që nga Petrika Sugjo, Piero Demiri, Tomi Balli, Jani Melka, Pandush Kapedani, sa shumë janë që i kanë dhënë bukurin lojës së rrjetës. Për të ardhur tek volejbolli femrave me të madhen Eva Duni, për të ardhur sigurisht tek Brenda Ismaili, Brunilda Tasho, për të ardhur tek Eglantina Miqo, sa vargi gjatë sportistash është që janë pasqyruar aq me vërtetësi nga ky grup gazetaresh, fotografesh, telekronistësh që sot Këshilli i Qarkut Korç e në mënyrë të veçantë kryetari i këtij këshillit i vlerëson. Do doja të isha gjallë për ta parë këtë mbrëmje, Zoti desh të jem, sepse e kisha një frikë se do ikja nga kjo jetë papa një mbrëmje të tillë kaq të madhe, për nder të gjithë këtyre figurave të mëdha të gazetarisë sportive, të fotografisë dhe të radiokronikës. Kam pas fatin të jem pjesë e Vasil Dishnicës e Edmond Zeqos. Nuk ka qenë lehtë as pak për të kujdesur deri në detaj për të shtri linjat, sepse sot mjafton të kesh, diku e kam këtë dreq telefonit, të kesh një të tillë dhe bën fotografin me shpejtësinë e erës, bën dhe transmetimin, por jo, ne ishim ndryshe. Ndaj edhe për këtë kam shumë emocione sot, dhe njëherë jam falendërues të gjithëve atyre
që na kanë lexuar e na kanë ndjekur, por në mënyrë të veçantë me shumë një njohje, falenderues për ju. Faleminderit Toni Shoku, na ke kthyer pas në kujtime, na ke sjell të gjithë historikun e sportit të këtij qarku. Zoti Topçiu, fjala për ju. Me mbrëma të gjithëve, në fakt Tonini tha të gjitha dhe ju vërtet ishit ndryshe dhe jeni ndryshe për sakrificat që keni bërë për atë çfarë keni sjell sot në këtë mbrëmje, dhe edhe dua ta falenderoj Petrikën, kryetarin e Këshillit të Qarkut, për këtë emocion që na dha, e të shpresojmë që këto vlerësime të bëhen edhe për profesionet të tjera që janë shumë dhe shumë njerëz kanë dhënë për këtë rajon me punën e tyre, me kontributin e tyre, ndaj ju falenderojmë shumë për atë çfarë keni bërë ndër breza. Shumë faleminderit. 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 Në fakt edhe kënaqësi që këtë çmim mua ma dhanë për Toninin, se ishte veçantë edhe kjo. Faleminderit zoti Topçiu. Ka shumë gjetje edhe kjo, edhe personaliteteve që japin çmimet, edhe ata që e marrin këtë vlerësim nga Këshilli i Qarkut Korçë në mbrëmjen e sotme. Do të vjoj me Vladimir Ngjelën. Është historia e transmetimit radiofonik të ndeshjeve të futbollit të Skënderbeut, që prej fillimit nga emisioni nga njëra ndeshje në tjetrën, në Radio Tirana në drejtimin e gazetarit Ahmet Shari. Me zërin e tij karakteristik, Vladimir Ngjela udhëroi emocione të forta dëgjuesve, jo vetëm korçar, por edhe mbar shqiptar, duke e kthyer radion në një tribunë emocionesh. Ftojmë në skenë të ngjitet komentatori sportiv i mirënjohuri Vladimir Ngjela. Dhe për ta dhënë këtë vlerësim do të ftojmë në skenë prefekten e Qarkut Korçë, zonjën Florinda Zegullaj. Me motivacionin për kontribut të veçantë të spëkatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive të Qarkut të Korçës, vlerësohet sot me certifikat për kushtimi Vladimir Ngjela. Zëri ikon i komentimeve të ndeshjeve që na ka shoqëruar të gjithëve brez pas brezi. Fjala për ju, zoti Ngjela. Patjetër. Tek mikrofoni që të dëgjojnë gjithë ata që janë të pranishëm sot në sallë. Përshëndetje të gjithë parafolësit të folën, përshëndetën, dhe unë kam emocione ndryshe nga ato stadiumet atje kur të kundërshtari të shnon ose kur ti shnon në kundërshtari. Por do falenderojnë veçanti kryetarin e Qarkut, sepse ndofta që nuk ka shumë kohë në këtë detyrë, por kujtohet dhe na ka dhënë një emocion të jashtëzakonshëm që ndofta e prisnim me kohë për kontributin 50 vjeçar që kemi dhënë. Nuk do ta zgjat shumë, por kam një kujtesë që më kam mbetur në transmetimet time që nga viti 76. Dhe është një ndeshje me Tiranën, jo atë që e hapën emisionin, që unë 30 sekonda do t'ja va kohën e do t'ju bëj pak për humor, nëse do më lejoni. Patjetër që po. Mezi po e prisim këtë moment, zoti Ngjela. Të nderuar dëgjues, ju flasim nga stadiumi Skënderbeu i qytetit të Korçës, ku po luhet takimi Skënderbeu e Stadion Nëndori. Ja tani janë çastet e fundit dhe kronometri ton do dhe 1 minutë që të përfundoj ky takim mjaft interesant. Rezultati është i barabartë, 0 Skënderbeu e 0 Stadion Nëndori. Këtë takim e gjykon Asen Hoxha. Ja tani janë mitë në kundërsulmë, janë ata Umuri, Emir Topin, Muqa, pasaj hapen ka krau i djatë, te minga dhe njerë, te kola, gjua gjetia, ka që gruton për mbrekulli, ja ka nisur dhe shpejtësi tani, e ka marrë organizatori i skuadrës tonë, Gjergji Balqo, pason të Gjambazi rikëthen edhe një të foto, pas taj e ka nga krau i djatë, atje është Toshi Milutin Kërqiqi, gjuan dhe gol, e përbesueshme të nderuar dhe gjues. Skuadra korçare ka kaluar në avantazh dhe skuadra mike nuk i mbetet gjë tjetër veçse të ngresë syt nga qielli e të mos e besoj. Linja për ju Shqari. Emocione të jashtëzakonshme. Jam i bindur që të gjithë i keni përjetuar në transmetimet të drejt për drejta radiofonike me zërin e Vladimir Ngjelës. Para se të japë fjallën prefektes të Qarkut zonjën Zegullaj, duat më shpegosh pak. Në që vënd
përfundoj Skënderbeu, po këte pas pintave. Zonja Zegullaj, fjala për ju. Mirëmbrëma gjithëve, falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin e Këshillit të Qarkut, zotin Tollkuçi, për ftesën. Kjo natë është e mbushur me plot emocione, edhe për mua, pavarësisht se i përkas një brezi të rinj që për fat të keq nuk e kanë njohur në mënyrë të drejtë për drejtë punën e këtyre gazetarëve sportiv. Ama di të them që është një emocion që për të gjithë qytetarët korçar është ende i gjallë, dhe do doja në mënyrë të veçantë të falenderoja të gjithë të personalitete që kanë lënë gjurmë kaq të thella në jetën e këtij qyteti dhe që arrin me shembullin e tyre të na frymëzojnë. Ka një mesazh shumë të rëndësishëm sonte, përveç kujtimit të personave të tyre. Mesazhi është i thjeshtë, po është shumë i thellë. Puna kur kryhet me dashuri, me pasion, me motivacion, arrin të lërë gjurmë kaq të thella sa na arrim të kujtojmë edhe pas vdekjes, jo vetëm ngjalljen e tyre. Falenderoj zotin Gjela, sepse nuk isha pasur ndonjë rastin të dëgjoja radiokranikat e tij që ma dha sot shansin që ti isha dëshmitare e një emocioni kaq të veçantë. Faleminderit. Faleminderit zonja Zegullaj. Ndërkohë që Llazi kishte kuriozitet për zotin Gjela, po nuk e di pse më la vetëm. Tonin, po ti ç'na? Jam unë, mos ki marak se me Llazin unë jam mësuar, ai edhe kur ishte moderator i emisioneve Studio Sport në RTS Korça. E mbajmë. I binte telefonit e thoshte Tonin, nga ora 10 do jesh ti moderator. Unë ngrihesha nga i ftuari i Llazi Saros të bënja moderatorin. Do vazhdojmë bashk, ti mos u mërzit, do ta kaloj mirë. Pra po zvendëson Llazi në këtë. Mendoj që po, që ndaj erdha këtu. Okej, mirë, e vazhdojmë mbrëmjen bashkë, për mua është kënaqësi dhe nder që të të kem bashkëudhëtar të kësaj mbrëmje. I radhës që vlerësohet, që jam e bindur që ka shumë për të folur, është Romeo Zinzifi. E përmend edhe në fjalën tënde, një bashkëudhëtar i yti, gazetar sportiv që ka shkruar emrin e tij në historinë e gazetarisë sportive, duke nisur nga gazeta Metropol Sport e më pas në radio televizionin shqiptar, në redaksin sportive, po ashtu edhe në RTS Korça. Apo mlen gja me thanun për Romin, apo do t'i thuash vetëm? Unë e di që ti ke shumë për të thënë, po më lër mua pjesën time. Krahas bashkëpunimit me Radio Emanuel, ai është aktualisht moderatori i emisionit Sport në RTS Korça, ku nga emision në tjetrin ka sjell dhe ka promovuar vlerat e sportit korçar. Atëherë, Romeo Zinzifi është nga ato figura sportive që njihet anë këmbë vendit, sepse firma e tij është nga firmat më të veçanta të gazetarisë së shkruar, radiofonike dhe televizive. Fatlum, që së bashku me Romin dhe të tjerë, ne kemi përcjell emocionet tek gjithë ata, pra ngjarje të mëdha sportive, në veçanti të Skënderbeut të viteve të fundit, skuadër e cila ka luajtur 2 herë në Europa League në grupe. Mendoj që një duartërkitje fort për Skënderbeun e madh. Romit i kam thënë shpesh, për fat ne kemi përjetuar emocionet që askush tjetër si ka përjetuar me Skënderbeun në stadiumet ndryshme të Evropës, por edhe në stadiumin Elbasan Arena, për shkak se Skënderbeu nuk luante dot këtu. Diku në një reportazh timin thash, makina e parë ka ardhur në Korçë, e fundit ishte në Elbasan Arena për të nisë drejt Korçës. Imagjinoni gjithë ky varg makinash është përcjell nga shkrimet e Romeo Zinzifit dhe kolegëve tjerë. Romeo Zinzifi në skenë. Ndërkohë, për të dhënë këtë vlerësim, do të ftojmë tani në skenë zotin Anastas Xega, përfaqësues i drejtorisë rajonale të arsimit parauniversitar Korçë, duke qenë se të gjithë e dimë që zoti Zinzifi jep një kontribut të madh edhe në mësimdhënie. Urime. Nderojmë sot me certifikat për kushtimi, me motivacionin, për kontribut të veçantë të spikatur ndër vite, në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive në qarkun e Korçës, gazetarin sportiv Romeo Zinzifi. Përshëndetje të organizatorëve të këtij aktiviteti, përshëndetje të nderuar kolegë, miq dhe të ftuar. Kur Tonini më zgjat dorën dhe thotë ja kush mikrofoni, kjo tregon se është një vazhdimsi brezash. Ne jemi pjesë e një vazhdimësie dhe uroj dhe shpresoj që kjo vazhdimësi të jetë edhe tek të rinjt.
Ne gazetarë sportiv kemi një gjë të veçantë, nuk kemi xhelozi. Urojmë dhe shpresojmë që kjo që Tonini filloi, ne vazhduam, Vladimir Ngjela, por edhe shumë të tjerë, na ka lënë një trashëgimni. Trashëgimni që sot reflektohet me këtë certifikat. Kjo nuk është thjesht personale, por kjo është një rrugëtim i joni, një rrugëtim sportiv që na kanë shoqëruar këto figura sportive, sepse pa ta ne nuk mund të ishim. Vërtet, këta ishin ata që na përcillen emocionin e parë në fushë. Ne ishim ata që ja transmetonim ju. Ju ishit ata që hapni zërit në radios, ndiqni televizionin. Shpeshherë ndofta edhe na keni sharë, kur kemi thënë gol kundërshtari, por s'kemi ç'bëjmë. Kjo është puna jonë. Kjo do ta transmetojmë për të gjithë e një lloj. Sepse po më kujtoj një çast dhe më lejoni të marr disa minuta Tonin. Kam qenë një ndeshje Skënderbeu Besa dhe Piro Ruvina i madhi tha nuk e ndaj dot këtë ndeshje, tha do të le të dyve në komentim tha. Ne filluam, unë për Skënderbeun, për natë të Besës së Fatmirit dhe Piro deturoi një moment thotë. Romeo Zinzifi vendlinja Korç, Fatmir Fica vendlinja Kavaj. Kështu që nuk ishim ndryshe se si do bënim. Megjithatë unë do thosha që të jesh gazetar sportiv nuk është thjesht dhe vetëm një profesion. Është një dashuri, është një përkushtim, është një sakrificë e madhe. Kur të gjithë ju jeni në shtëpi të shtunave të dielave, ne gazetarë sportiv jemi në terren. Ne i kemi lënë shumë familjes. Për të gjitha familjet e gazetarëve sportiv, unë do t'i përshëndesja në këtë moment dhe thesha që na falni se ju kemi lënë shumë pas. Por, kjo do thotë që të gjithë ne duhet jemi të përgjegjshëm për punën dhe detyrën që bëjmë, për mesazhin për të cilin përcjellim. Unë shikoj sot shumë figura sportive, i kam intervistuar gjithë, kam qenë pranë tyre, më kanë thënë kemi emocion, por duke që edhe ne gazetarët pas kemi emocion, dhe kur ndodhemi përpara këtyre legjendave, unë do thesha përkulemi si Tonini me mjaft përzemërsi dhe me një respekt të jashtëzakonshëm. Por ne gazetarët sportiv ndonjëherë edhe flasim shumë. Këtu shikoj shumë personalitete dhe do thosha ju kryetarëve të bashkisë. Do të bëja sot një ftesë kështu publike ose një kërkesë publike. Ne kemi një histori. Tonini që se e di këtë ide që unë kam dhe kam thënë në të gjitha emisionet e mia, në të gjitha emisionet në Studio Sport në RTS Korça. Kam bërë ftesë publike, kush më ka dëgjuar, por nuk kam marrë përgjigje. Do të desha që të gjithë ju të investoni për të bërë një libër sportiv, për të bërë historinë sportive, jo vetëm të Skënderbeut, por të Gramozit, të Devollit, të Bogradecit, të gjithëve. Nuk na kushton as pak. Është thjesht. Unë ndofta flas edhe në emër të gazetarëve, por them që nga ne gazetarët do të jetë përkushtimi jon për ta bërë një gjë të tillë. Na duhet pak mbështetje nga ana juaj. Nëse do ta realizojmë një gjë të tillë, unë do thosha atë punë të mirë që ka bërë Petri Spao me një libër për sportin, unë do thosha që të bëjmë një edhe për Gramozin, të bëjmë edhe për Devollin, edhe për ekipin e Bogradesit, por edhe për Skënderbeun. Kjo do ishte një kërkesa ime publike, gjithsesi unë e kam thënë shpeshherë, po e them edhe sot këtu para jush. Ju falenderoj gjithë. Faleminderit zoti Zinzifi. Ndërkohë që gjejmë rastin që të falenderojmë pse jo, ashtu si zoti Zinzifi dhe shumë mësues të edukimit fizik për gjithë përkushtimin që bëjnë për rritjen e brezave dhe për afrimin e tyre me sportin që është shumë i rëndësishëm apo jo Toni. Me qenë se Zinzifi shkurt e përmendi, djali Petrit Spaos, të ndjerit, miku tim historisë së gazeterisë sportive, ka lënë një dorëshkrim ende të papotuar për sportin korçar. Zinzifi me drejt tha, ne gazetarit jemi të varfër, e kena të vështirë të përballojmë. Kolegët tanë gjejnë mbështetje për të botuar librat e sportit ndër vite. Arben Spao ka në dorëshkrim gjithë shka të sportit korçar, Zoti Filo është në nderin tuaj personal dhe si institucion ta bëni një gjë të tillë. Zoti Tollkuçi është në nderin tuaj, gazetarët sportiv, edhe ata që do vinë pas nesh që kemi këtu në panel dhe unë dua t'i falenderoj të gjithë që janë këtu, janë të gatshëm sepse kanë bërë shkrime aq fort e nëse mlidhen në një libër, është histori që ne ja lëm brezave që vinë. Edhe fotografet, Niko Burda, Belovoda, Kurikoti, deri tek Miti Kecka, më falni për këtë, po kështu njihet, kanë atë shumë arkiva sa kërkojnë vëmendje. Eftiol, më fal, uroj që ta kenë thënë fjalën e duhur për gjithë të pasuritë të Korçës që ne duhet ta kemi të archivuar e të ruajtur ashtu si që kanë edhe rrethet e tjera. Urojmë që kjo mbrëmje të jetë një augur i mbar, duke qenë se kemi rikthyer dhe kemi hequr atë pluhurin e kohës, edhe ndoshta të haresës,
të këtyre personaliteteve të heshtur që kanë dhënë kaq kontribut, të mbërim pse jo, tek ky moment për të rishkruar atë histori për t'ja u lënë brezave. Okej, kalojmë tek ajo çfarë, se unë s'kam as skalet, llazi e mori me vete. Nuk është nevoja të kesh skalet Tonin, sepse ti i njeh kaq mirë të gjithë ata që po nderojmë ditën e sotme nga i pari tek i fundit. Në fakt unë dua të shfrytëzoj pak momentin, meqense të kam sërish në skenë, duke qenë se kemi qenë së bashku për të përgatitur dhe për të organizuar këtë mbrëmje që po zhvillohet sot për të vlerësuar këto personalitetet, i ke shumë kujtime. Unë do doja të ndaja ndonjë moment pikant me të gjithë ata që kanë dhënë kaq shumë kontribut. Nga Burda, Bellovoda, Koti e të tjerë. Ndonjë histori të veçantë që nuk është thënë sot nga të pranishmit, për shkak të emocioneve dhe unë i kuptoj shumë. Shiko, Niko Burda ishte njeriu i lidhur me sportin jashtëzakonisht. Unë e maj men me një stol Pedruri që duket ja kishin bërë miq në zdrugtarinë e Korçës, portativ, e mbante kështu, e vraponte me kap orare të ndeshjeve, dhe ajo që më bënte përshtypje dëbor, temperaturat ulta, shi, gjithçka, hapte stolin dhe rrinte tek porta e Skënderbeut. Asnjëherë nuk kanë ecë tek porta e ekipit kundërshtar në Korçë, gjithmonë për të fiksuar golat e futbollistëve të Skënderbeut. Unë nuk njoh, ndofta edhe Koti, edhe Bellovoda, më dukshin sikur ishin pak ma të fisëm në kuptimin e kësaj, nuk doshin temperaturat e ftofta, do më falin për kontributin e kanë të jashtëzakonshëm. Por nuk e di Burda më ka mbetur kështu, me atë stolin, pas portës së Skënderbeut, dhe donte të kapte vetëm golat e ekipit të Skënderbeut, golat e Xhambazit. Nuk e di, Xhambazin e kam këtu dhe jam i bindur që gjitha golat e Xhambazit Niko Burda i ka. A imagjinon kur ti doje të nis një shkrim të sportit popullor, të duhet një fotografi për të shoqëruar shkrimin. Në atë kohë u do të marrë në laborator. Ta zhvillon të filmin, të një sportel i vogël i binje Niko shpejt se ne nuk kishim me çamë nis, u do të me majt gjyqtarin, me majt veshgusin, me majt i shok nga Tirana apo nga rrethet tjera, me e çun redaksi i fotografin. Sa shumë sakrifica. E marrë me mend atë vrapimin nga stadiumi tek studia ato kimikatet. Këtej luaj basketbolli femra apo voleybolli femra apo i meshkujve. Në stadium luaj futboll, në aneks luaj futbolli i të rinjve të Todor Vaso së Mall. Ka qenë një sakrificë e jashtëzakonshme. Ne duket se jemi ai brez që për fatin e mirë ishte fatlumaj që kishte një flet format nga gazetarët. Nuk kishim të varfër. Për gjithçka. Shpirtin e kishim mall dhe dashninë e kishim malle për gazetarinë sportive. Shumë të malle, shumë të malle. Dhe keni bërë shumë. Mirë, do të vijojmë mbrëmjen e sotme dhe tani i radhës që do të vlerësohet është jo pak i njohur për qytetin e Korçës. Bëhet fjalë për gazetarin sportiv Leonard Trebicka. I mall. Është një tjetër emër që ka lënë gjurmë të qëndrueshme në gazetarinë e shkruar sportive dhe jo vetëm. Fillimisht në gazetën Sporti Shqiptar, më pas me Sport Express. Krahas shtypit të shkruar, zëri i tij është bërë i njohur edhe në Radio Emanuel, ndërsa për shumë vite ka qenë moderator dhe analist në studion sportive të RTS Korçës, duke kontribuar në pasurimin e debatit dhe analizës sportive. Leonard Trebicka, së bashku me Romeo Zinzifi në shumë të tjerë, prej disa vitesh në fakt kanë ngritur edhe portalin e tyre, Korça Boom, një tjetër platformë që shërben për pasqyrimin e ngjarjeve sportive dhe jo vetëm. Unë mund të them shkurt, Leonard Trebicka e fillon gazetarinë sportive në gazetën Sporti Shqiptar që kur ishte student. Me lejo të them edhe gjë tjetër, një pjesë e mirë e gazetarëve sportiv të Korçës kanë qenë dhe sportistë. Leonardi ka qenë atlet, Romeo Zinzifi ka qenë atlet. Unë kam qenë mundës, të tjerët kanë patur sporte të tjera, pra duket dashuria për gazetarinë ka lindur shpejt. Kështu i ka lindur edhe Leonard Trebickës një dashuri që ai vazhdon ta ketë po aq të madhe. Mirë, një duartrokitje për Leonard Trebickën që nuk e kemi sot në skenë të pranishëm për shkak të angazhimeve të tij, por sigurisht që vlerësimin nga Këshilli i Qarkut të Korçës do ta marr patjetër. Dhe nderojmë sot me certifikat për kushtimi. E do të vijojmë me të radhës, që po ashtu ti e njeh shumë mirë. Është mos merri rradha me ikmutesh apo çfarë? Bashkëudhtari im në këtë moderim që u zhduk për pak kohë, Llazi Saro. Llazi Saro është një tjetër emër i njohur i gazetarisë sportive.
Rrugtimin e nisi shumë herët në shtypin e shkruar në Panorama Sport, ndërsa për shumë vite ka qenë edhe moderatori i Studio Sport në RTS Korça, ku mban edhe rolin e kryeredaktorit. Ai ka pasur fatin të shkruaj dhe të transmetoj emocionet më të forta të futbollit shqiptar, duke ndjekur nga afër rrugtimin evropian të Skënderbeut, përfshirë këtu edhe pjesëmarrjen historike në 2 edicionet e fazës së grupeve të Europa League. Parë Lazi, se di që është të mraven, Lazi për Saro Lazi. fillon gjithë shka si portier në ekipet. Po kërkove s'ka letën, fillimisht. Po që dua? E kërkove. Po në kam nevojë më për majë ti ta kesh për në vazhdim. Po mos bëjmë debat këtë se jemi një mbrëmje gala. Kështu ju mban gjithmonë të ju të dyve. Pra, Lazi Saro ka dashur të bëhej portier. Tek Skënderbeu i të rriturve kishte të vështirë një vend. E dini ku shkoj? Shkoj në Ersek me lujt me Gramozin, kryetar. Në atë kohë ka qenë kryetar bashkiet Adriatik Braçe, por duket su bë sportist, por u bë gazetar i njohur sportiv. Unë ju kërkoj ndjes. Saro, faleminderit që më dha këtë mundësi për të qenë. Faleminderit Toni. Faleminderit. Do të ftojmë tani në sken për të dorëzuar certifikatën e përkushtimit, ikonën e Skënderbeut, zotin Dimitraj Xhambazi. Vlerësojmë sot me certifikat përkushtimi, me motivacionin për kontribut të veçantë, të spikatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive në qarkun e Korçës, gazetarin Lazi Saro. Për mua është nder, për mua është nder. Tani për te i skaletës mund të thuash 2 fjalë për këtë vlerësim të marrë për kontributin që ti ke dhënë në këto vite për përcjelljen e ngjarjeve sportive, kryesisht të ekipit madh të Skënderbeut në ato vite. Në fakt, unë nuk e di se si do të vazhdoj mbrëmjen e sotme, sepse ju falenderoj nga zemra të gjithëve, por është nder kur vlerësohesh në qytetin tënd për një profesion që nuk e ke parë kur si punë, por si pasion. Aq më tepër që këtë çmim kaq të rëndësishëm nga Këshilli i Qarkut e dorëzoni nga ikonat si Dimitraj Xhambazi. Fjalët në këto momente janë të tepërta, por e them me bindje se janë fatlum që kam që në atë brez ku Skënderbeu ka shkruar historinë europiane në futbollin shqiptar. Dhe me bindje e them se ashtë kush nuk e ka pasur për ta patur fatin nga ekipet shqiptare të bëj atë arritje që Skënderbeu ka bërë për gjatë 2 edicioneve në pjesëmarrjen e Europa Ligës. Ju falenderoj të gjithëve. Faleminderit. Zoti Xhambazi, fjala është për ju. Nder që ju kemi sonte këtu. Përshëndetje. Ndjehemi nderuar dhe i respektuar që në emër të Këshillit të Qarkut Korçë të jap medaljen ose certifikatën e përkushtimit njeriu që merret shumë me sportin dhe veçanërisht me futbollin, Lazi Saro. Lazi, një punëtor i përkryer dhe i shkëlqyer me pasion dhe me profesionalizëm, na bën që të jemi gjithmonë më pranë futbollit. Ai me punën, penën e tij, fjalimet, me dëshirën e mirë për të ecur futbollin në qytetin e Korçës dhe në qarkun e Korçës, është një nga figurat më të mira për mua në drejtim të gazetarisë sportive. I uroj suksese, mbarësi në jetë, në punë dhe në familje. Faleminderit zoti Xhambazi. Edhe për gjithçka keni bërë për futbollin korçar. Sa të marrësh ti veten, po patjetër. Pulsin dhe frymarrjen. Po vijoj unë atëherë me mbrëmjen e sotme. I radhës që do të vlerësohet në mbrëmjen e sotme është Vasilaj Çikopana.
Për shumë prej jush jeni të pranishëm në sallë, njihet si gazetari i çështjeve ekonomike në gazetën lokale përpara. Por kontributi i tij shkon përtej këtij profili. Ai ishte gjithashtu redaktori i gazetës i faqes sportive të kësaj gazete. Së bashku me Petrit Spahun dhe bashkëpunëtor të tjerë, Vasilaj Çikopana ka ideuar dhe realizuar rubrikën tradicionale të fundvitit 10 sportistët më të mirë të Skënderbeu, duke lënë gjurmë të rëndësishme në dokumentimin dhe vlerësimin e sportit korçar. Mirë se keni ardhur. Vetëm për të drejtuar çmimin, ndërkohë që ftojmë tani rektorin e Universitetit Fanoli të Korçës, zotin Lorenzo Ekonomi, për të dhënë çmimin e rastit në nderim të zotit Çikopana. Vlerësojmë sot gazetarin sportiv Vasilaj Çikopana me certifikat për kushtimi, me motivacionin, për kontribut të veçantë të spikatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive në qarkun e Korçës. Emocionet janë gjithmonë ato që të vënë në siklet në një mbrëmje të tillë dhe me thënë drejt, kam qenë gazetar tërkohën, edhe kam pasur në shpirt sportin. Kam ndjekur sportin në futboll, në tërë ato, dhe kam qenë shumë i kënaqur. Më vjen mirë që bëhet edhe sot kjo, sepse është një vlerësim i jashtëzakonshëm për tërë njerëzit që kanë punuar për këto gjëra. Faleminderit dhe juve. Faleminderit juve. Faleminderit zoti Çikopana. Zoti Ekonomi me programin që ofron Universiteti i Korçës, Edukim Fizik dhe Sport, u bën tashmë disa vite që përgatiten të rinj të talentuar që do t'japin po ashtu kontributin e tyre në sportin korçar. Mirëmbrëma të gjithëve, emocionet të veçanta në kujtuan shumë histori të fëmijërisë tonë, kanë qenë njerëz të caktuar, këta i njëjtë gjithë Korça. Edhe në qoftë se nuk i kishte parë në televizor ata të elektronisët, ja u njëjtë zërin kur kalonin në rrugë. Gjithmonë kur fliset dikush nga ta, është ky theshin. U krijuan shumë emocione të veçanta, grupi i fotografëve që rinin prapa portave. Ne dilim nga shkolla ditën të enave në Drekë dhe gjithë si klasë shkonim tek dyqani fotografëve, aty tek galeria arteve dhe këta ishin fotografit i lanin gjithë ditën dhe ne shikonim golat e Xhambazit, ja ky goli këtu, ja ky momenti këtu, ja Jani Kaçi kur priti topin e me radhë. Emocionet veçanta na krijovi dhe Ladi Ngjela me atë unë mbaj më të mirë atë gol, kam qenë fëmijë, por një gol fantastik nga cipi 16 në minutën e fundit. Pale ato golat e Xhambazit që mbeteshe topi në cep të rritës atje. Dhe shinte pezhishkat që të ishin. Ju falenderoj të gjithëve për këtë mbrëmje. Falenderit kryetar. Falenderit zoti Ekonomi. Dhe nëse ka njeri në Kolonjë që e ka dashur dhe vijon të adoj futbollin të kësaj krajine, padyshim është Koçolino. Me pasion dhe përkushtim, a i ka shkruar në gazetat të ndryshme sportive për glamozin e tij të dashur, por edhe për ekipet e njohura të futbollit shqiptar që kanë zgjedhur të zhvillojnë fazën përgatitore, pikërisht në atë trev dhe në atë krajin aq të vlerësuar sa që Kolonja. Shkrimet e tij janë dëshmi e dashurisë dhe sinqeriteti për futbollin, por edhe për historinë sportive të gjithë krajinës së Kolonjës. Do të ftojmë tani në skenë për të tërhequr patjetër vlerësimin zotin Lilo dhe për ta dhënë këtë vlerësim drejtoren e klubit Shumë Sporters Skënderbeu, zonjën Olsa Vaso. Vlerësojmë sot me certifikat vlerësimi, me motivacionin për kontribut të veçantë të spikatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive në qarkun e Korçën, zoti Lilo. Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit për të vlerësim që më është bërë në qarku i Korçës, për pasurimin që kanë bërë sportit në Kolonjë dhe në Leskovik gjatë 30 viteve. Jam munduar që ta pasqyroj në mënyrën më të mirë, por nuk dua të harroj pa përmendur vitin 2010 ku Gramozi në muajin janar, 20 janar, ka luajtur me Real në Madridit. Kam patur shumë punë.
Kam patur shumë punë ku 3 faqe më janë lënë vetëm mua për të shkruar në 3 gazetat që kanë qenë atë kohë, si Sporti Shqiptar, Panorama, Sport Express. U faleminderit edhe një herë. Faleminderit zoti Lilo. Zonja Vaso, nëse është dikush që ka patur edhe kontakt ndoshta dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me gjithë këto personalitete që kanë bërë të mundur për sjelljen e të gjitha ngjarjeve sportive, të paktën në Pallatin e Sportit, jeni edhe ju. Mirëmbrëma të gjithëve, përshëndetje, falenderoj organizatorët dhe mirënjohje dhe respekt për të gjithë këto figura për përkushtimin dhe punën e tyre të palodhur. Pa ata, sporti do ishte pa zë, pa figurë. Edhe njerë, mirënjohje. Faleminderit, zonja Vaso. Ilir Jano është një tjetër gazetar sportiv. Një nga ata korçar që gazetarin e kanë kthyer në qëndrim. Përmes portalit të tij newsin.al, ai u bë një nga zërat më këmbgulës në mbrojtje të Skënderbeut, veçanërisht në periudhën më të vështirë, atë të përjashtimit nga kompeticionet europiane. Edhe përballë sulmeve dhe presionit, Ilir Jano zgjodhi të bëj gazetarin sportiv, duke mbajtur qëndrim dhe argument, duke vijuar edhe sot të mbroj vlerat dhe historinë e klubit, si në shkrime, ashtu edhe në debate e studio televizive. Ftojmë zotin Jano për të trequr certifikatën e përkushtimit, ndërkohë që dhe zonjën Ana Verushi, kryetaren e Këshillit Bashkiak të Korçës, për të dhënë çmimin përkatës për zotin Jano. Nderohet me certifikat përkushtimi me motivacionin për kontribut të veçantë të spikatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive të Qarkut të Korçës, Ilir Jano. Jano. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që të pranishëm të sallë, veçanërisht do të falenderoj kryetarin e Qarkut, zotin Tollkuçi, për që bëri të mundur këtë mbrëmje kaq të bukur, ku ne përveç takimit me kolegët tanë gazetar, pam edhe atë nostalgjinë e vjetër të gazetarëve më të vjetër. Jam edhe unë me atë të Vladimir Ngjelës, që kemi jetuar atë çastaj të bukur. Dua të falenderoj të gjithë tjerët, veçanërisht Toninin, që bëri një kronikë shumë të bukur për në gjitha ngjarjet sportive. Tjetër, një për kryetarin e bashkisë, zoti Filo, për që bëri Korçën si vjetë qyteti sporteve. Apo së shu. Dhe me këtë rast të urojmë kthimin e Skënderbeut të madh përsëri. Ju falenderoj të gjithëve. Për mua çmimi kalon në tifozët. Ne për ata shkruajmë, ata e krenaria. Zonja Verushi. Mirëmbrëma të gjithëve. Në fakt, falenderimi parë për mua shkon për kryetarin e Këshillit të Qarkut, zotin Tollkuçi, që më bëri pjesë të kësaj mbrëmje kaq të bukur, kaq domethënëse, që po i jep dritë duke na emocionuar të gjithë këtyre figurave që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm ndër vite, dhe aq më bukur është kur i kemi kombinuar me brezat e rinj, të këtyre kontributuesve në gazetarinë sportive. Gjithashtu nuk do lija pa përmendur stafin e Këshillit të Qarkut, që është i padukshëm në fakt në gjithë këtë aktivitet, që jam e bindur që kanë punuar me përkushtim, jo vetëm për evidentimin, por për të mbledhur gjithë materialet fotografike dhe të shkruara për të gjithë këta kontributues. Gjithashtu, do të doja një thirrje përsëri kryetarit të Këshillit të Qarkut, ashtu sikurse ne sot po vlerësojmë këto figura kontributive të Qarkut Korçës në fushën sportive, ka mjaft kontribues të tjerë në fushat të ndryshme të arsimit, kulturës, mjedisit, të cilët meritojnë një vëmendje të shtuar dhe për t'i vlerësuar, sepse vërtet e meritojnë, sepse kanë bërë që dhe vetë Korça të jetë në vëmendje në gjithë Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit zonja Verushi. Në fakt unë jam e bindur që kjo mbrëmje është nisma e parë.
sepse fal vizionit që ka kryetari i Këshillit të Qarkut, zoti Petrika Tollkuçi, kam bindjen që do të kthehet në një traditë vlerësimi i personaliteteve dhe i shumë personave që kanë dhënë kontribut të madh në fusha të ndryshme. Por gjithsesi do t'ja lëm kohës, edhe mbrëmja e sotme ka shumë në fakt për të folur, sepse kemi ende shumë personalitete për të tuar e për të vlerësuar. Ndërkohë që tani po të lëm pak vendin edhe muzikës. Sigurisht, artit, por unë doja të shtoja edhe diçka. Është merite kujdesit të veçantë që ka treguar zoti Tollkuçi dhe Këshilli i Qarkut për organizimin e kësaj mbrëmje dhe vjen një moment shumë thelbësor. Pikërisht përkon me vitin 2026, kur Korça, sikur e përmendi dhe Iliriano, është pallur kryeqyteti evropian i sportit. Një duar trokitje. Edhe urojmë që shumë gjëra të bukura dhe të mira të bëhen gjatë këtij viti, jo vetëm për sportin korçar, por për gjithë ata që kanë dhënë dhe kontributin ashtu siç po bëjmë dhe ne në mbrëmjen e sotme, për t'i vlerësuar të gjithë ata që kanë bërë të mundur të mbetet e gjallë kjo histori e sportit korçar. Tani do të ftojmë në sken ansamblin artistik Skënderbeu me një numër artistik, me një vals, për të relaksuar pak nga emocionet e forta të mbrëmjes së sotme. Përgatitur me shumë përkushtim e shumë dashuri nga koreografi Bardhi Pojani.
në një gjuhë flasim, e ona Shqipëri, si në Strugë në Tiranë e në Kalavri, në Ulqin e në Preshevë, në Shkup e në Prishtinë, nga Kalaja e Janinës bashkë gjithë Shqipëri. Pse jemi të ndarë, në pyesim, pse jemi të ndarë, të gjithë në një gjuhë flasim, jemi shqiptar. Pse jemi të ndarë, ne pyesim, pse jemi të ndarë, të gjithë në një gjuhë flasim, jemi shqiptar. Në manastir shkollat të shkruaj, shkronjat e liris. Ti këndoj vardharit o për mes Shqipëris. Mes për mes ati ti bie për një të bukuri. Si në Strugë në Tiranë e në Kalabri. Pse jemi të ndarë, ne pyesim, pse jemi të ndarë, të gjithë në një gjuhë flasim, jemi shqiptar. Pse jemi të ndarë, ne pyesim, pse jemi të ndarë, të gjithë në një gjuhë flasim, jemi shqiptar. Të gjithë në një gjuhë flasim, jemi Erit Bledi për gjithë emocionet që ke përcjell në mbrëmjen e sotme dhe që na u bashkove në këtë event kaq të rëndësishëm e të veçantë, po ashtu edhe ansamblin artistik Skënderbeu me valsin që kanë sjell. Ndërkohë do dua të bëj një falënderim shumë të madh për gjithë stafin e Këshillit të Qarkut Korç për angazhimin e madh për realizimin dhe organizimin e kësaj mbrëmje të sotme. Ne u të vjojmë sërish mbrëmjen me vlerësimin e personaliteteve të tjera, e gazetarëve dhe gazetareve që i kanë falur gjithë shka sportit, pasionin dhe përkushtimin mbi të gjitha. Albana Çakshiri është një ndër prej tyre. Një gjërësisht si gazetare e Zërit të Popullit dhe më pas e gazetës Panorama, por për disa vite ajo ka qenë pjesë e gazetarisë sportive, duke mbuluar ngjarjet sportive të Qarkut të Korçës në gazetën Panorama Sport. Në këtë rol, Albana Çakshiri mbetet gazetarja e vetme sportive femër që ka përcjell ngjarjet sportive nga Qarku i Korçës. E ftojmë në skenë gazetaren Albana Çakshiri. I radhës që vlerësohet në mbrëmjen e sotme me certifikat vlerësimi është gazetari sportiv Gëzim Hashimi, padyshim një nga emrat më të njohur të gazetarisë korçare dhe asaj shqiptare. Rrugtimin e nisi herët në gazetën Koha Jon,
për të vijuar më pas në disa prej gazetave qendrore, ndërsa për një periudhë ka qenë edhe drejtues i Radio Korçës. Për një periudhë të konsiderueshme ka kontribuar si gazetar sportiv në gazetat Sport Express dhe Panorama Sport, krahas tematikave të shumta që trajton në portalin e tij Korça Report. Gëzim Hashimi ka përcjell në mënyrë të vazhdueshme edhe ngjarjet sportive të Skënderbeut, duke mbetur një zë i rëndësishëm i sportit korçar. Një duar trokitje, zotin Gëzim Hashimi nuk e kemi sot të pranishëm në sallë, por sigurisht që vlerësimi është më së i merituar. Radha është për Llazi Kërxhalli, një nga ata pogradestar që qyteti duhet ta falenderojë për gjithçka që ka mbajtur gjallë volejbollin e femrave pogradecare. Pa përkushtimin e tij, do të ishte e vështirë të imagjinohej sot ekipi i volejbollit pogradesi që të garonte për titullin kampion në volejboll. Krahas kontributit të çmuar sportiv, Kërxhalli ka lënë gjurmë edhe në gazetarinë e shkruar sportive, duke e shoqëruar angazhimin në sport edhe përmes dokumentimit të këtij sporti. E ftojmë në skenë zotin Llazi Kërxhalli, gazetar sportiv, po ashtu me një kontribut të çmuar për përcjelljen e historisë sportive të qarkut Korçës. Albert Aliko është një tjetër kolonjar i lidhur fort me ekipin e Gramozit. Prej vitesh, zëri i tij ka udhëtuar nga një stadium në tjetrin përmes emisionit nga njëra ndeshje në tjetrën në Radio Tirana. Gjatë këtij rrugëtimi, Aliko ka transmetuar ndeshje futbolli, krah emrave më të njohur të mikrofonit sportiv, duke sjell emocionin e lojës dhe frymën e garës tek dëgjuesit. Enea Prenjasi është emri i gazetarisë sportive që ka ndërtuar profilin e tij me median sportive online. Portali i tij Superliga Shqiptare Fan Club ka qenë nga i portalet më të rëndësishme të sportit në rang kombëtar. Krahas medias online, Prenjasi ka dhënë kontribut edhe në shtypin e shkruar gjatë punës së tij në Sport Express dhe Panorama Sport, duke sjellë në vëmendje futbollistët e kombëtares shqiptare të futbollit. Aktualisht është autor i emisioneve Thashë Theme Sport në RTSH Korça, një emision ku prej vitesh vijon bashkëpunimin dhe sjell në ekran emrat më të njohur të sportit korçar. E ftojmë në skenë zotin Prenjasi. Ildi Merolli është një tjetër emër i njohur i shtypit sportiv, si në median online, ashtu edhe në atë radiofonike e televizive. Gjatë viteve të punës, ai ka ndërtuar një profil të qëndrueshëm dhe interesant, jo vetëm në Panorama Sport, por edhe përmes angazhimit të tij në faqen zyrtare sportive të Klub Futboll Maliqi. Si analist, Ildi Merolli është gjithashtu pjesë e emisioneve sportive në RTSH Korça, duke kontribuar në analizën dhe pasqyrimin e sportit korçar. Mirëpresim zotin Merolli, ndërkohë që Redi Dandallaku, edhe pse i ri në moshë, por me një kontribut të vyer në gazetarinë e shkruar sportive. Prej vitesh ai punon në Panorama Sport, ku ka pasqyruar jo vetëm futbollin pogradesar, por edhe volejbollin e femrave. Një meritë e veçante Dandallakut janë edhe profilet e shumta të ish sportistëve pogradesar, të sjella me kujdes dhe pasion në portalin e qytetit të tij. E ftojmë në skenë Redi Dandallaku, gazetar sportiv që përfaqësojnë denjësisht përcjelljen e të gjitha ngjarjeve sportive në qytetin e Pogradecit dhe jo vetëm. Florenc Prodani është i lindur për humorin, por po aq fort e ka dashur edhe gazetarin radiofonike. Për një periudhë jo të shkurtër, ai është bërë zëri i emocioneve në transmetimet e ndeshjeve të Gramozit, duke sjellë në mikrofon jo vetëm lojën, por edhe gjallërinë dhe shpirtin e sportit. Presim zotin Prodani, ndërkohë që kemi kënaqësinë të ftojmë edhe një herë në skenën e teatrit Adon Zako Çajupi, zotin Tollkuçi, për të dhënë edhe certifikatat e vlerësimit me motivacionin për kontribut të veçantë të spikatur ndër vite në përcjelljen dhe ruajtjen e vlerave sportive të qarkut të Korçës. Në këtë mbrëmje ne kemi përcjell shumë emocione, kemi përmendur emrat mëdhenj të atyre që kanë bërë punën e tyre në gjithë këto vite
për përcjelljen e të gjitha ngjarjeve sportive dhe përmbajtjen gjallë të historisë së sportit korçar, por të paktën ata që kemi në skenë janë një pjesë e tyre brezi i ri që vazhdojnë të përcjellin traditën dhe me përkushtimin e tyre të përcjellin gjithçka që ka të bëjë me sportin në qarkun e Korçës. Një duar trokitje për gjithë secilin. Janë kontribute të patjetërsueshme nga çdo kush që është vlerësuar sot nga Këshilli i Qarkut Korç në këtë event të iniciuar pikërisht nga Këshilli i Qarkut në kujdesin e veçantë të Zotit Tollkuçi dhe meritojnë me të vërtet falenderime, respekt dhe mirënjohje për gjithçka që kanë sakrifikuar, kanë pasqyruar dhe kanë përcjell për të gjithë sportdashësit ndër vite. Është zoti Dandallaku që merr vlerësimin e radhës nga kryetari i Këshillit të Qarkut Korç, zoti Petrika Tollkuçi. Dhe i fundit, jo nga rëndësia, Florenc Prodani. Faleminderit. Të gjithë duan të flasin dhe të ndajnë emocionet, patjetër që fjala është për ju. Zonja Çakshiri, si e vetmja femër që ka përcjell ngjarjet sportive në qarkun e Korçës, e që ka dhënë jo pak kontributin e saj në gazetarinë sportive dhe jo vetëm. Në fakt, mi mbrëma të gjithëve, në fakt jeta ime në gazetari është e gjatë, por në gazetarinë sportive i kam kushtuar 7 vite, gazetari sportive pranë gazetës më të madhe Panorama Sport, dhe në fakt kam patur fatin të jem në vitet e arta dhe të mrekullueshme të Skënderbeut kampion. Unë kam përjetuar të gjithë titujt, sigurisht bashkë me kolegët e mi, natyrisht që në momentet e para kur e kam filluar këtë lloj gazetarie, nuk e njihja as pak futbollin, por më pas me ndihmën e Toninit sigurisht, të Leonardit dhe të Romeos, arrita të mësoja teknikat dhe sekretet e futbollit dhe tashmë jam përjetësisht e dashuruar me futbollin dhe uroj që Skënderbeu të jetë sërish në maj ashtu siç e meriton. Në fakt jeta ime tashmë është ndarë mes eventeve kulturore brenda dhe jashtë Shqipërisë, por dua t'i them faleminderit të zotit Tollkuçi që ridimensionoi institucionin e Këshillit të Qarkut, duke i dhënë më shumë zë, duke sjell evente shumë të veçanta, unike dhe duke kthyer memorien për të shkuarën, duke se japi më shumë dinjitet vlerave. Faleminderit. Faleminderit juve. Zonja Çakshiri, nga të vetmat femra që kanë mbuluar gazetarinë sportive në qarkun e Korçës. Përshëndetje të gjithëve. Është një rast i veçantë dhe falenderoj Këshillin e Qarkut të Korçës, e cila më bën një vlerësim, zotin Tollkuçi dhe me radhë stafin e tij, por në përgjithësi kulturën e madhe korçare. E them këtë me bindje të plot, sepse një qytet, fshat, Shërënsika, lagje, që nuk ruan historinë e vetë, për mua është i vdekur. E pra, Korça është djepi i kulturës shqiptare. E them këtë me plot bindje, sepse kam pasur fatin e mirë që të njoh të gjithë, gati të gjithë kuadrat e fizkulturës të rrethit të Korçës dhe në tërësi. Edhe të gjithë Shqipërisë, po e pse jo të Ballkanit. Sepse unë kam lindur për sportin dhe vazhdoj përsëri me sportin. Nuk ka rëndësi se sa e si, por e dashurojmë këtë sport në të gjithë sferat e saj, jo vetëm futbollin, por të gjithë sportet, por mbi të gjitha janë aktorët ata që e zhvillojnë sportin. Dhe për mua, korçarët ngelen me kulturë dhe i kam respektuar dhe i respektoj, kam marrë për e tyre dhe kun kam kërkuar dhe kam dhenë, por më tepër kam marrë. Prandaj faleminderit Korça. Faleminderit zoti Kërxhalli, mund të bashkohesh këtu me ne. Faleminderit për kontributin e jashtëzakonshëm që ke pasur në sport, jo vetëm si trajner, por edhe në përcjelljen e mesazheve dhe emocioneve sportive ndër vite. Zoti Tollkuçi, do doja që ndoshta edhe gjithë publiku e pret një premtim që ngjarje të tilla do të jenë në vazhdimsi.
Faleminderit për këtë organizim, për iniciativën dhe për këmbguljen tuaj, për të realizuar dhe organizuar një mbrëmje të tillë të veçantë, për të vlerësuar gjithë ata që kanë dhënë kontribut të paçmuar në historinë e sportit korçar. Ju falenderoj për moderimin, Fjola edhe Lazi. Ju falemderit të gjithëve që ishit pjesë e këtij aktiviteti, pjesë e këtij dedikimi, pjesë e një historie që na ktheu mbrapa në kohë, po na bëri të vetëdijshëm se kush jemi, se nga jemi edhe ku shkojmë. Absolutisht është qasje e Këshillit të Qarkut për t'ju kthyer vlerave që në kanë sjellë deri këtu, dhe këto vlera të na bëjnë që të na çojnë drejt së ardhmes. Pa diskutim që vlerat na drejtojnë drejt aktiviteteve të tjera, si kundër e tha edhe kryetarja e Këshillit Bashkiak të Korçës, dhe jo vetëm, edhe të tjerë, që këto aktivitete do t'jenë shumë. Ky situash ishte hapi vetëm si pari në aktiviteteve që ne do kemi në të ardhmen për vlerësimin e figurave në fushat të ndryshme, si kundër shëndetësia, arsimi dhe më gjërë. Edhe njërë falemderit për prezencën dhe në mbyllje të këtij aktiviteti, ju ftoj të gjithë të pranishve, sidomos personat të cilët u vlerësuan në këtë takim, të bëjmë një foto të përbashkët së bashku me personat që dhanë çmimet. Faleminderit të gjithëve dhe uroj një natë të këndshme. Faleminderit Zoti Tollkuçi, faleminderit për këtë event të kuruar deri në detaja. Sonte në fakt nuk po mbyllim një mbrëmje, po vendosim një pikë ndalese për të parë pas, për të kuptuar se sa shumë është parë, dëgjuar dhe ruajtur faljush. Sporti kalon, rezultatet harohen, por zëri që i tregoi dhe fotografia që i fiksoi mbeten në kohë. Ata që u nderuan sonte, edhe ata që ndoshta nuk janë më mes nesh, kanë bërë diçka të rrallë, e kanë kthyer çastin në kujtesë. Faleminderit për zërat, faleminderit për syt, faleminderit që i dhat sportit kujtesë. Qarku i Korçës ka pasur gjithmonë sport, ka pasur fatin të ketë edhe këta njerëz që dinin të dëgjonin, të shihnin dhe të tregonin me ndershmëri. Natën e mirë dhe le të vazhdoj historia. Faleminderit.